Ne e kemi trashëguar edhe nga brezat e hershëm bashkëtesën ndërfetare, mos them tolerancën, sepse nuk ka nevojë ta tolerojmë njëri tjetrin. Ne kemi këtë bashkëtesë të shëndetshme dhe të natyrshme me njëri tjetrin, ani pse 2 vite të fundit ka tendenca që kjo bashkëtesë të del prej shtratit vet dhe mos tjetë më vlerë e jona, por nuk do të lejojmë që kjo vlerë e jona të zbehet apo të zhbëhet. Kjo do të mbetet dhe do të mundohemi me gjithçka që kemi dispozicion ta trashëgojmë edhe tek brezat e arshëm, nga se është vlerë e njerëzimit, është vlerë e besimtarëve, është vlerë që gjithmonë të tillë ka pas në tokë besime të ndryshme, dhe para se ne njëri tjetrin ta shohim se çfarë besimi ka personi përballë nesh apo çfarë nacionaliteti, ne duhet mësohemi ta shohim tjetrin si krijesë e Zotit. Megjithatë, ne jetojmë në tokë. Çështja e lokacionit është çështje vullnetit të Zotit se ku ai ka dashur që të na krijoj dhe të na mundsoj që kem priordhjen prej atij vendi. Sepse Zoti përmend duke kanë bërë në popull e fiset në mënyrë që të ta njehnin njëri tjetrin. Çka të mëson feja për kombin, Hoxh? Sepse zakonisht ne e bëjmë atë pyetjen cila duhet të vijë e para. A të mëson feja me dashur kombin? Feja është udhëzimi prej Zotit. Natyrisht kombi është vendi ku po i njëjti Zot ta ka mësuar që të lindësh në të dhe ta merresh atë epitetin apo atë identitetin që i përket asaj kombësie, atij nacionaliteti. Natyrisht Zoti vije i parë gjithmonë, e pastaj vije edhe dashnia për kombin, madje edhe vije në shprehje edhe sakrifica për kombin kurdo që e kërkon nevoja.